Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj zhvilluan sot një vizitë zyrtare në Vatikan, ku morën pjesë në ceremoninë e omazheve për Papa Franceskun në Bazilikën e Shën Pjetrit. Kjo ceremoni u mbajt në nderim të jetës dhe vepërsatit të shenjtë, i cili gëzoi një respekt të veçantë nga popujt e Ballkanit për përkushtimin e tij ndaj paqes, bashkëtesës dhe tolerancës fetare. Omazhet pranë trupit të Papës u zhvilluan në një atmosferë solemniteti dhe përkushtimi, ku morën pjesë udhëheqës shtetëror, përfaqësues të lartë të kishës, si dhe besimtarë nga mbar bota. Në këtë ceremoni të rëndësishme, Shqipëria dhe Kosova u përfaqësuan në mënyrë dinjitoze duke përcjellë respektin dhe mirënjohjen ndaj figurës së Papa Franceskut. Presidenti Begaj ishte i shoqëruar nga përfaqësuesit e 4 komuniteteve kryesore fetare të Shqipërisë, musliman, ortodoks, katolik dhe bektashi, çka përbën një dëshmi të fortë të harmonisë ndërfetare që mbizotëron në vend. Ky bashkëudhëtim përfaqëson një mesazh të rëndësishëm të unitetit dhe tolerancës, vlera të cilat janë vlerësuar dhe promovuar shpesh nga Papa Francesku, përfshirë edhe gjatë vizitës së tij historike në Shqipëri në vitin 2014. Në krah të presidentit Begaj dhe presidentes Osmani, ishte edhe kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani, figurë emblematike e qendresës dhe besimit gjatë kohës së komunizmit në Shqipëri. Prania e tij në këtë ceremoni përforcon simbolikën e respektit ndaj qëndrueshmërisë shpirtërore dhe rolin e Shqipërisë në historinë e krishtërimit. Ndër të pranishmit e tjerë ishin edhe fort lumturia e tij Joan Pelushi, kreu i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, po ashtu ishte i Mzot Arjan Dodaj, arqipeshkvi i krye dioqezës së Tiranës dhe Durrësit, Hoxh Bujar Spaiu, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, si dhe kryegjyshi botëror i bektashinjve Haxhi Tete Baba Edmond Brahimaj. Në ceremoni mori pjesë edhe Gent Kruja, kryetari i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, ndër personalitetet të tjera të shquara nga jeta fetare dhe publike. Ky nderim ndaj Papa Franceskut u shënua si një moment i veçantë bashkimi mes shteteve shqiptare dhe një shprehje e qartë e vlerësimit për mesazhin që Papa ka përcjellë ndër vite: paqe, dashuri dhe mirëkuptim ndërmjet popujve dhe feve.